shuma është prej 13 deri 20.000 euro dhe mund të marrin edhe një pagë mujore diko 414 euro. Kjo mund të bëhet në raport me kryerësin e panjohur, që është shumë rëndësi, sepse mbrohet kështu viktima. Ajo që është shumë rëndësi është mënyra e marrjes në pyetje, dëgjimit të viktimës dhe pjesëmarrja e personit me besimin e saj. Vetëm një herë, po ashtu edhe gjyqtari hetues pa marrë parasysh që avokatura e udhëheq këtë punë. Nëse viktima është marrë në pyetje me link lidhje përmes mbrojtësit të saj, garantohet e drejta nga neni 6 i Konventës Evropiane që viktima të mos merret për së dyti në pyetje. Ekziston incizimi, regjistrimi dhe kjo përdoret. Kjo është diçka që i shkon për shtati viktimit, sepse nuk i nështrohet riviktimizimit dhe ritraumatizimit. Viktima mund të merret në pyetje përmes lidhjes, videolidhjes në vendin tjetër, shtetin tjetër. Kjo mund të bëhet në atë procedurën ndëshkimore. Për veprat e rënda penale, viktima mund të kërkoj që të dëmshpërblehet gjatë procedurës. Kjo është më rëndësi për viktimin për të realizuar të drejtën në kërkesën pronësore. Që në Bosnjë dhe Hercegovinë nga Trial International bisedojmë me kolege që stigma po ngritet, po rritet, ajo nuk po zvoglohet, sepse me kalimin e kohës dhe nga vetë fakti që të gjitha lëndët nuk janë kryera, kemi një numër të madh të mbjetuarve edhe gra, edhe burra, të cilët kur nuk kanë treguar se çka ju ka ndodhur dhe si ndoshta edhe nuk do ta tregojnë këtë. Ju keni folur për shumë gjëra, kemi në Bosnjë ndërmjet 20 dhe 50.000 të këtyre rasteve, të cilët, sepse në Bosnjë dhe Hercegovinë kemi ligjin në të dy entitete ku Trial International ka rolin e madh për viktima civile dhe të mbjetuarit të dhunës në familje, por edhe fëmijë të lindur si akt i dhunës seksuale në luftë, ekzistojnë pjesë të ligjit dhe vetë hyrja në këtë ligj për të mbjetuarit shkakton trauma të mëdha. Nëse